Po besoj që të gjithë miqtë e Ftohtë e Nxehtë sot jeni kënaqur me muzikë, me band, si çdo e në Ftohtë e Nxehtë, po sot e kemi pas pak më pikante, po them kështu. Dhe kjo fal bendit Ocarina me Edin dhe Gentin, cilët e kanë koll, po hala duhet me qëndru dhe pak se kena bo një super mbyllje gjigante me një potporiku më kërku diçka kështu pak jare, pak pajare, pak me përzi. Edis, qyshe? Apo lodhësh? Ka fakt, qyshe ti? Mirë se na erdhe në studio. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Knatësi sigurisht në pas. Radiotelevizor 21 si gjithmonë që jeni të mrekullueshëm, jeni të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edi, ne të kemi pa në intervistat shumëta, të kemi pa njëkohësisht edhe në performanca si në mramje, si ndasma. Po du pak me të pyta pjesa kur Edi ka qenë fëmijë, ka mendu që ka më bo këngëtar? Andër ka qenë më bo këngëtar, po nuk u kona gjë... Nuk e dim, në ka majtë e pa dishmja që dhojmë, nuk e kemi ditë. Kemi andru më bo këngëtar si fjone, gjithë dhe kom pas qefte, kom dasht muzikën, e kom me të lindë, nuk e kom me të mësune, po, ma vonë. Kështu që, po, dikur shusnija, rrethi, e bonit mundshme edhe. Hajde, jo kime më këndu mundarë, se jo të une kime ardhë, jo të une... A ke pas e preferencë si fëmi tjetër, për shumë, më bo doktora mësusa? Se di jos, doktor jo nështë ta? Jo, diçka kështu tjetër. Si këtë shqiptarët, ekonomik ose juridik. Së dyja e në kona atërë më të famshme. Edi, po du, para se me vazhdu me folë për kur e more karierën si profesion me një farë forme. Kuptohet që tërbendin e Gjakovës. Po, komplet jemi Gjakovës. A dini me pi kafe në herë? Kërsh pagu? Oke, po. Po së nga Gjakovës dhe me këfond, du të... Jo, fatë mirësisht, qërë zotit, qërë neve në Gjakovë nuk ka që zoni që jemi që thojnë Kopratës ose jemi Mizivira që thojnë shëtë, po ja, së është të vërtet. Ata që në nëgjojnë edhe ata që kanë të bëjmë me Gjakovare dinë që së është të vërtet. Cila është një barbarisht të ka kesh mas shumë të që e kënë dëgju për Gjakovarët? Unë mu që mu ka kesh asë, se di, këtë barculeta ne e bojmë vetit. Këtë barculeta i bojmë në hesap toni, kështu që së është nejsa në së është diçka që e kësheve që. Për Gjakovarë ka plët, bujnë e i garë. Ma shpesh ta është ku të shkojmë dikun në për Kosovë, se kada që shkojmë, thojnë atë Gjakove si një, po që shullin kada Gjakovarë mrapsht. A di me i karik, sto a kanë bak martorës. Edhe alo pa ma thonë, di që ta kanë mi thonë se për Gjakovarë ka plët, po na vet i bujmë, na i qesim. Po, shumë e vërtet. Nuk vjeti kush për qytetit tjetër me na bu, na i bujmë vetë. E vërtet. Edi, ma mirë në dasma a në mramje e njën vetën? Që ku knaqë është ma shumë? Mramje është, mramje rejnore është këto mramje që buën njën ma pak përgjësi, s'kanë përgjësit madhe, dhe më thonë që është mramje. Dasma ka përgjësit madhe. Edhe faktikisht është, për mua është ma mirë, se është një farë përkushtimi 100% dasma, se është ditë e shejtë për qiftin që martohet. Ata njëherë martohen, inshallah s'po në martohet s'dyti, kështu që një përgjësi shumë e madhe. Dhe më thonë, gjdo minut që fillon e detë përfundon dasma, e ka një përgjësi të madhe. Edhe pse tash është pak ma letë, se rinia, shushnia bojnë dasmen, e ngrejnë dasmen vetë, vishku tash e që i ka ardhë fundi, dasmen s'përfundon, dhe më thonë, ta letësën pak. Po është përgjësi, është që e marri mama përgjësi. Këto, në jatë marrë me to që janë aty, po bumës për mu këtu ne kënë këthoma ta kënojnë bashka dhe adhe, dhe tonë e marrin pak ma si në humor shumë, dasma ka pak ma tepër seriozitet. Po kërë martu Edi, kusht ka kënë ndarësën? Kërë martu Edi s'ka bu darsën. Kumë pas një fatketësi atyre, dhe më thonë një asë zdekje në shpejë dhe kështu që s'ku bu darsën. S'ke bu darsën. Të ka met marak e puna darsën? Nuk ka met marak, unë e gjithë thëmë me s'me bu darsën më është gjyna. Aj që i ka mundësit, po aj që si ka mundësit mundet me bu darsën, me buj darsën të vogël. Se është të thonë e darsma gjithë shkysh më bu me 500 vetë, me 1000 vetë, jo duna mi bu e kumë pa, e në Instagram ja kumë pa që ka bu, kjo ka bu. Ti bëne me kushtet tuja, thirë njështë, qatë sa ki mundësimi thirë, qëta njështë që i dënë, që i hitë zemrës, festot ditën e shajt me qëta njështë. A me redin, a mërë një DJ, a ki muzik të restoranit, a të s'kranë si, thjesht me bu darsë më lezet. Unë më nëjë që është të atësi e madhe. Po du më ndalë të kjo pjesa, kur me qenë se ka këndu shumë dasme. Dasmet më të mira e më botë do të të varësisht prej numrit të dasmorve, apo prej njerëzve që sa kanë qenë atmosferik në këtë pjesë? Njerëz granit të bujnë dasme. Unë e mendoj që muzika me musafirët e kanë 50-50. Kur tjerë musafirët shumë sërdali, më konë 20 vetë ata, e bujnë dasme si më konë 1000 vetë mrama. A dhe do më thonë këtë në varët edhe pi familjes, pi njerëzve të shpisë,
zotit shtëpisë, zojët shtëpisë, çfarë energjie pozitive japin, sa më shumë energji pozitive që japin familja, njerëz e shtëpisë, domethënë, ajo shpërndohet brenda sallës aty ose brenda një musafirëve, domethënë, të bën mundi më mirë. Ku bën dasmat më të mira? Dasmat më të mira, po mundon këtu në brenda Kosovës, kudo Ose në përgjithësi. Unë po voli për Kosovë, sidomos kudo që shkon, dasmat janë të mira. Secila trev i ka traditat e vet, allojnë e vet pak a shumë. Disa pjesë ku dallojnë, pse mi marrën të anësi 98% dashmat njësoj buën. Nuk ka që ndryshon dashma për një qytet në qytet tjetër, po mundet me ndryshu të kongët e vjetra. Dikush një qytet ka, dikush që i lyp disa kongë, dikun dojnë me bo sofer, dikun s'dojnë sofer, adin varës. Për ndryshet ashtë jo bo trendi, pak ka ndru trendi dashmave, dashmat lypin ma shumë gjalli. Kongë gjalla, sa ma shumë kalle. Që kjo është pak fasi u bo moment fani ose cikletshëm, cilët do që të kujtohet? Një fani është ka ndodhë para dikun 3-14 vjetat, ashtë nuk e di sigur sa vjetë kanë shku. Ishim me një dashme me në pej, me një hotel atje, dhe kish me fillu dashme për orës 8, zakonisht që shfillar. Edhe këta djemë të grupit zakonisht shkojnë ma herët, zërimi këto shkojnë montohen ma herët, kujnë shkojnë ja kanë gjetë gjysën e salës, një është ullët. Ishë ora dikun 6 sati, 5-6, guti se ko ka nërë musafir. Edhe në gutë shumë. Më gutë me shku për Pepi Zakovës, më thu DNP, sezona, edhim shosh komunikacioni, bravo. Edhe fort stres. Kujna shku aty, kena gjithë gjysën e salës Norvegjes. Ata Norvegjes në hotel, shkanë pasha, më bojnë shdryp ka najtë, po shkanë tonë kur fillon, në atë gutë më kry me hi. Në vëdhën ka fillu, ka maru dasma, aty kena kesh shumë, qash shumë kena kesh, po dhe qash shumë më bu atmosferë, nuk e ki den aja dasëm, tash s'më kujtojtë për momentin e emni i familjet që shë kanë pasur, do më thonë bjermin, po është një pjesë edhe një YouTube që asaj dashmes, u konë një për dashmave që sarojt, u konë shumë e hareshme, e busqerë, do më thonë vish kina kesh edhe kina ku, u konë shumë e letë. Edhe pse na shku herët i na gut, këtë stresin e rrugës ose atë mundin që na ka bo, ku i na hima në atë, Sikletshme ka ndodhë në Gjakov me një dashëm, të do të familjes teme ku ndashëm, i konë dikun 500 vetë, më me thonë 500 vetë i ka basë ndashëm, edhe randi pari dashme, dhe më thonë kur ka fillu, di që dikun vishja 18 vetë kanë kësuj herë, që ajo konë pak e sikletshme, dhe sa kanë marrë vetën mu që me kësuj tënë, ajo është pak e sikletshme, kur dishe 400-500 vetë edhe, dhe sa të fillojnë me kësy ose barë, ka njerë nuk dhe s'do është ma filla, më këftan, lip pak dhe sa të fillojnë. Marësisht për njerëzve, familjarëve, mezhve të qeja. Ta thashun e që gjithmonë shoshnia, është e që e dhe, që jenë pak ma marre. Qonë ma kalaj, qashtë që. Kurse ata pjesa tjede që i kanë pak një mosh ma të madhe, e preshin, do më thonë, mund zhe pak situata, jo fillë më gjithë këci. Edi, po du pak më ndajtë kjo pjesa me qenë se në rjetet sociale, po edhe në YouTube, do të t'je shumë i fokusum të kjo pjesa e pëtporive, kongve live, interpretimeve live, po pak ndoshta të kjo pjesa e kongve tua me bo një kong të re. Po, mongo, kom. Ke vendos vetë, apo rrethana tu ka dok ma arsyshme me vazhdu në këtë mjë? Me thonë vetë, drejtën nga njëtë, është një farë pjesën një kur të bosh, e shë që i borë hatë për punën, edhe hatë harën me bo ato, edhe. I lenë si unë është hatë, se i bëj, edhe pse unë në studion pak e kom problem, këtë du më shku me kënu në studia, pëjtoj fort. Ma ka laj kënoj live qëtu gjithë natën, se me shku në studio. Pse keni krejtë qëto? Nuk e di se studio... të live-et, dhe më tonë studio pak, ju vjen rënë me shku me kënu. Po vitin e kalun, kjo viti që shkoj, janë të, e kom thyat, ato barierat ose ato që blokadat që mësë me bo. E kom bo 2 put për i vjetë për baram, ka ndalë 2 put për i me kongë rrët sofrës, që e një gjëzu ato live, është konga Zemrën ta falja, edhe është konga Hajde shpirë. Zemrën ta falja ka bo bele, me 2 ati ka bo bele, tekst e muzik, ato kanë qenë kongë treja, kongë të mijat që e ndalë, përveç atëne janë edhe disa put për i matebe që të ati live që i kena bo, vjetë. Për me ndonë tash pas Zemrën ta falja, me vazhdu më smunal? Menoj që Pithom këtu, se mëndaj që shumë shpet për Fatmir Mujës presim një kongë të bukur. Edi, po du pak me ndalë tek një pjesë tjetër. Një pjesë e jotja, një gëzimi madhë i yti dhe i familjes, për Te qika jame. Te qika. Qëfar ndjenje është, me qenë se, do më thënë është fëmija i parë? Fëmija i parë. E që fa ndjeni, është pak ma herët ma ta shokët e mi këtu të radiotelevizor 21 poshtë, te së në erdhën edhe këtu, kem të bu mua betë që jo së të kena pa më tje, ata adin që, i thash,
Pak im hutu ose im fokusu pak te qika se e ka mas 18 vjetë, kështu se tash i ka bu edhe gati 1 vjet e gjys në për 2 vjet. E ka nisë dhe me fol ka pak tash. Çdo herë për më ngejnë ka veti ma shumë. E një ndjenje e pa përshkrueshme, nuk di me ta përshkruaj. Është një ndjenjë që kur ma thëshin tjertë, që kur të buash bab, kimi përjetu që ta kemi thëshon. Adi se din, pa aprovu se din. Kështu se o një ndjenjë nuk përshkruaj. As nuk krahasohet me kur gjo, as nuk përshkruhet. Pas 18 vjete është fëmija i parë. Cili ka qenë reagimi yt i parë dhe i bashkëshortës kur e kuptuat që po bëheni prind? Po thonë drejton unë apo do mundova pak më muajt aty para bashkëshortës që më thutit, se kur e morën vesh te doktori, që është atë zonë, aja ke emocioni madh. Edhe për doktorin, Butrin Kusarin, që unë e kam shok, du mi falendru, edhe mi përshëndet nga zemra për këtë kujdesin që e ka bu për shumë vite për grunë, për bashkëshortën, po edhe përveç ati edhe shumë doktor tjerë, ose shumë se 18 vjetë nuk kemi lënë kund pashkuna për marrë dhejte te qikat ashtë, te vajzë, dhe te rezultati. Kështu që ka qenë emocion shumë i ma. Unë apet i mundu mi majtë vetëm para bjondines, po nështë ta ma vuan dikur, e kom shpazë, dhe unë e kom qitë dikur, se është emocion, është kreaci, o gëzim i ma, nuk për di, është gëzim i ma. Inshallah, gjithmonë kom thonë edhe me intervjist tjetër kom thonë, inshallah kur si ka, ja e zoti, është pasunia ma madhe, gëzimi ma i madhe. Po, sigurisht më pëlqej edhe një fjalë që nuk kemi lënë vend pa shku, domethënë po gjithmonë ekziston ajo shpresa që mos mund ndaj sepse gëzimi vjen gjithmonë. Ja, s'duhet më nal, është ai që nalet bën gabim. S'duhet më nal në jetë, jo vetëm për të punën e fëmijëve, po as për kur gjon jetë, derisa ti çosh për gjumit je mirë, fizikisht je në rregull çu. Sot unë kam probleme edhe shpejt më thonë ti si çosh për gjumit del. Po të më dash më vonë, më ndaj tonë atë. Edin, jemi drejt fundit, po do një pyetje me ta bak. Kështë pas qef vajza kur të rritet me u marrë me muzikë? Apo lalo e vogël njerë se ke menu? Kam qef, inshallah jem shnosh, mi najt mrapa dëshirave të saj. Dhe më thonë, qëka knatësia jeme, shka do që ti bilqena e saj? Jo mja kur zumi, thonë që se tash unë jem mullë këngëtar, du më dush detyrimisht më bodhë të jo. Varët, shka do që ti bilqena e saj, varët, shë dit ashti, shka do që tjetë, unë kam më mundu mi najtë mrapa. Mi përhra në qato që, në qatë talent që e ka. Edhe më varët, se shumë njerëz kanë shumë talente, e kanë njerëz që kanë edhe me pasion e bujnë, edhe me shumë dashni. Që e që buhet me shumë dashni, suksesi jo maj madhë. Edhe unë mendoj që shka do që ta ka me dashnin më të madhe, që të kam i najtë mrapa që mi mbri sukseset ajo. Kjo është e rëndësishmja. Edi falenderit shumë që ishe në këtë diell, bashkë me orkestrën dhe mes që na keni anë, na keni nderu. Unë falenderoj shumë që ishe pjesë e jona, dhe ta ndodoja që atë potpurin që para lajmërova prej fillimit, te kallim pak sa mbylljen e emisionit. Patjetër, falenderit edhe ty, falenderit stafit audiovizor 21, edhe gjithë teleshikues dhe kudo që na ndjekin, një të diell të mbar. Falenderit shumë.